Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kuroni hemoroidet për vetëm 20 minuta me këtë krem natyral që po çudit të gjithë. Hemoroidët janë një sëmundje mjaft e zakonshme dhe e dhimbshme, pasi zhvillohen në një zonë ku nuk është fort e rehatshme. Hemoroidet ndodhin kur venat shtohen në një pikë aq kritike sa që dhimbja që shkakton në zonë është e padurueshme. Për këtë problem ka metoda dhe teknika për ta kuruar, por në këtë video ne do t'ju tregojmë më të efektshme nga të gjitha. Me këtë recet ju mund të shëroni hemoroidet tuaja shpejt dhe lehtë në vetëm 20 minuta. 250 ml vaj ulliri, 10 gram pluhur kamomili, petalet e 2 trëndafilave, 20 gram mjalt dhe 20 gram lanolin, i cili është një lloj kremi ngurtë me natyrë vajore. Përgatitja: vendoseni të gjithë përbërësit në një tenxhere dhe lëreni që të ziejnë për 20 minuta. Pas kësaj, i hiqni nga nxehtësia dhe i lini të ftohen. Merrni gjithashtu një garzë dhe vendoseni masën e përgatitur. Futeni në frigorifer derisa ajo të ngurtësohet. E vendosni më pas në zonën e prekur dhe lëreni aty për pak minuta. Do të ndjeni një lehtësim të menjëhershëm. Vazhdojeni këtë trajtim çdo ditë për të shëruar tërësisht zonën e prekur nga këto dhimbje. Ndërkohë, hemoroidet njohur ndryshe edhe në gjuhën e përditshme si majasëlli janë ndër patologjitë më të shpeshta që shfaqen tek të gjitha grupmoshat. Ndonse hemoroidet nuk janë një problem që mund të vendosin në rrezik jetën tonë, vlen të thuhet se janë jo pak shqetësuese. Vështirësitë në jashtëqitje është një ndër simptomat karakteristike e cila paralajmëron praninë e hemoroideve. Trajtimi i tyre ndryshon në varësi të shkallës së sëmundjes, por përpara se të trajtoheni me ilaçe, provoni këto trajtime. Bëni banjë me krip. Personat të cilët vuajn prej hemoroideve duhet i kushtojnë një rëndësi specifike higjienës personale, e cila nuk duhet kufizuar vetëm tek ndërrimi i përditshëm i rrobave. Një metodë shumë efektive për trajtimin e hemoroideve është duke bërë banjë të ngrohtë dhe me krip. Në një enë mundësisht legen, shtoni sipas dëshirës ujë të vluar dhe paraprakisht 500 gram krip. Pasi uji të ketë arritur temperaturën që ju mund të përballoni, mund të lani zonën rreth rektumit me të ose thjesht të rrini mbi ujë për 10 deri në 15 minuta. Mjekët këshillojnë që ky trajtim të përdoret pothuajse çdo ditë. Përdorni kompresa të ftohta. Në qoftë se nuk jeni dashamirës të ujit të ngrohtë, mund të provoni kompresat e ftohta me akull. Ky i fundit ka një efekt hemostaik, zvogëlon venat e gjakut rreth zonës dhe si rrjedhoi redukton edhe dhimbjen. Trajtoni hemoroidet me hudhra. Hudhra përmban substanca azotike, kalium, selen, kalcium, magnez, acid sulfurik dhe fosforik, vitamina C, D, B, më shumë se 400 përbërës mineral të ndryshëm, duke përfshirë këtu antioksiduesi të cilët gëzojnë një sër vetish pozitive terapeutike, si për shembull trajtimi i hemoroideve. Në një tenxhere të vogël shtoni një lugë çaji me mjalt dhe 10 thelpi hudhër të grira imët dhe 3 lugë gjelle me qumësht. Vendoseni që të ziejë duke e përzier atë her pas here. Kalojeni më pas në blender derisa të formohet një masë kremoze, e cila duhet që të pushojë në frigorifer për deri në 3 orë.
Merrni pak nga sasia e tij për çdo mbrëmje dhe lyeni zonën ku keni hemoroide. Aloe vera, gjeli i cili gjendet në pjesën e brendshme të bimës së aloe verës është një nga metodat më të mira dhe natyrale për të trajtuar hemoroidet. Ai përmban sasi të larta antioksidantësh, antiinflamatorësh dhe njëkohësisht vitaminë C. Ai përmban sasi të larta të këtyre mineraleve të cilët e trajtojnë këtë problem dhe njëkohësisht trajtojnë këtë problem duke hidratuar lëkurën. Mund të aplikoni direkt duke masazhuar ose me lëvizje të lehta ose të formoni kubeta akulli me gjelin e aloe verës. Ndërkohë, hemoroidet janë jastëk të indeve që normalisht ndodhen në arteriet e brendshme. Puna e tyre është të rregullojnë ëndjen ose deflatimin sipas nevojës. Kështu që termi është përdorur në mënyrë të pahishme për të përcaktuar sëmundjen e cila ndodh kur venat hemoroidale fryhen dhe shtrihen tej mase duke I rritur varietetet. Kjo është patologjia më e shpeshtë dhe rezulton se çdo njeri është prekur një herë në jetë nga to. Nga statistikat, gjysmat e popullsisë perëndimore pas moshës 50 vjeçare vuan prej tyre. Ka dy lloje të tyre, të brendshme dhe të jashtme. Të parat janë padyshim pak më të bezdishme, sepse formohen aty ku nuk ka gjëndra dhimbjeje, por mund të shkaktojnë probleme të tjera. Në disa raste, hemoroidet e brendshme edhe mund të dalin jashtë. Ndërkohë, hemoroidet e jashtme zhvillohen në lëkurë rreth nofullës, mund të jenë jashtëzakonisht të dhimbshme, veçanërisht nëse se formohet një koagulim gjaku brenda. Zakonisht tromboza zgjidhet spontanisht brenda 1 ose 2 javëve, por dëmtimi I lëkurës mund të shkaktojë probleme higjienike. Ndërkohë mund të përdorni edhe recetën kuruese, e cila do t'ju vijë në ndihmë për plot 20 minuta. Për këtë problem ka metoda dhe teknika nga më të ndryshmet për të kuruar, por në këtë video ne kemi zgjedhur pikërisht që t'ju tregojmë këtë recetë fantastike e cila do t'ju vijë në ndihmë. Me të ju mund të qetësoni hemoroidet në vetëm 20 minuta. Përbërësit janë 250 ml vaj ulliri, 10 gram pluhur kamomili, të cilin mund ta grimconi vetë ose ta blini të gatshëm, petalet e 2 trëndafilave, 20 gram mjalt dhe 20 gram lanolin, I cili është një lloj kremi. Vendoseni që të gjithë këta përbërës në një tenxhere dhe I lini për 20 minuta. I hiqni nga nxehtësia dhe lëreni të ftohen. Merrni një garzë dhe vendoseni brenda masën e përgatitur dhe në pak minuta do të ndjeni një lehtësim të menjëhershëm pasi ta vendosni atë në zonë. Vazhdoni këtë trajtim çdo ditë në mënyrë që të shëroni zonën tërësisht. Në shumicën e rasteve, hemoroidet, qofshin të brendshme ose të jashtme, mund të kurohen në shtëpi, duke ndjekur disa rregulla të thjeshta. Së pari, shmangni lodhjen dhe qëndrimin ulur shumë gjatë. Kur jeni në karrige, ju duhet të përdorni një jastëk. Pini shumë ujë dhe hani një sasi të mirë fibrash të cilat do t'ju ndihmojnë edhe për të shmangur kapsllokun. Përsa u përket hemoroideve të jashtme, studimet gjithashtu tregojnë se kulmi I ëndjes dhe dhimbje verifikohet 48 orë pas fillimit të simptomave dhe zgjidhet brenda 4 ditëve. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos I përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.